Qeveria e Kosovës do të bëjë doganimin e 2 tipave të prodhimeve nga Kosova. Gjatë 200 ditëve në vazhdim, uji ambalazhuar nga ky vend fqinj do të doganohet me 40%. Gjatë kësaj periudhe me 15% do të doganohen gypat e salduar që nuk janë me prerje të tërthort. Kjo është përgjigjja e qeverisë së Maqedonisë për zbatimin e doganës për çementin nga Prishtina zyrtare. Këto 2 vendime prej sot do të hyjnë në fuqi pasi që ishin shpallur në gazetën zyrtare. Deri te kjo luftë tregtare me njërin nga partnerët më të rëndësishëm të Maqedonisë erdhi pasi Kosova para disa javësh solli vendim që çimentoja që importohet të doganohet me 35%. Me këtë doganim, çimentoja e Kosovës, e cila kushton 80 euro për 1 tonë në territorin e Kosovës, kishte çmim konkurrues me atë e Maqedonisë, e cila shitej me 60 euro për 1 tonë. Nga Ministria e Ekonomisë thonë se janë në bisedime me Prishtinën për nga kanë marrë përgjigje se shumë shpejt dogana do të abrogohet, por do të bëhet aplikimi i kuotave. Nëse autoritetet kosovare tërheqin vendimin për doganimin e çimentos pra me 35%, atëherë qeveria e Republikës Maqedonisë menjëherë do ta tërheqë vendimin për reciprocitet për 2 produktet në fjalë. Ako voveda drugi merki, na primjer, kvoti, da li vladata isto така će prezeme soodvetni merki, odnosno recipročni? Atëherë vendimi i qeverisë Republikës Maqedonisë do të jetë i njëjtë me atë vendim të cilën do ta sjellin edhe autoritetet e qeverisë Kosovës. Ndryshe, Kosova dhe Maqedonia eksportojnë çimento me vlerë prej 24 milion euro, ndërsa tek ne importohet uji nga Kosova me vlerë prej 1.7 milion euro dhe gypa me vlerë prej 2 milion euro. Qeveria e Maqedonisë ndërmori këto masë sepse Kosova shkeli marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik CEFTA, mirë po është e gatshme të tejkalojë problemin, sepse shteti i Kosovës në vit eksporton mall prej 400 milion dollarësh, ndërsa importojmë vetëm 20 milion. Sipas informacioneve të mediave nga Kosova, vendimi i ministres së ekonomisë Mimoza Kusari Lira për aplikimin e doganës së çimentos ka sjellë në rrezik koalicionin qeveritar në Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi ka qenë i tmerruar nga ky vendim, i cili sipas ligjeve të Kosovës nuk duhet të kalojë edhe në qeveri, por mund ta miratojë vetë ministria. Pas sjelljes së vendimit është kërkuar dorëheqja e ministres, mirë por për shkak të koalicionit të gjatë qeveritar situata është qetësuar. Në akuzat që transmetohen në mediat kosovare thuhet se pas vendimit të ministres Mimoza Kusari Lila qëndrojnë interesat të biznesit personal për mbrojtje të prodhuesit privat kosovar të çimentos.